Buqim në bu CHI Bu CHI podcast. Drejtuar djemve, drejtuar të gjithë djemve, si ata që portretizohen si të mirë, si ata që portretizohen si të keq, të gjithë pafundësisht. Por me një përjashtim, vetëm ata që e din që diçka nuk shkon dhe duhet të jenë më mirë, e din që e vetë një mënyrë është të shohin nga vetja, ose që janë në kërkim të një lloj sensi. Kjo është si e kuptoj unë. Në qoftë se mendoni se çfarë mund të bëni për shoqërinë, që të bëni shoqëri më të mirë, çfarë mund të ndryshoni te vetja, çfarë mund të ndryshoni në sjelljen tuaj, çfarë mund të ndryshoni për shumë gjëra. Për shumë gjëra që juve mund të shkojnë në mendje. Mos e merrni mendimin. Nobody gives a fuck. Nuk i intereson njeriu plak. Do të mësojmë me faktin që vërtet nuk i plas asnjë njeriu. Në përgjithësi, me të gjithë botën, por me pikë të fortë në Shqipëri, ka humbur ai sensi që hajde të zgjidhim një problem bashk, hajde të nxjerrim disa mënyra të ndryshme, ose mjete të ndryshme se si mund të zgjidhim një problematikë shoqërore. Nuk kërkon më njëri këtë. Ajo që kërkohet dhe ajo që shet, ajo që tërheq vëmendje, më shumë nga gjitha është vetëm viktimizimi. Po viktim kujt mundeni duash? Çfarë mund të bësh si viktim? I paft si viktim. Je paraziti më i madh shoqëror, për aq më tepër mashkullor, të paktën në perceptimin tim. Në shumë biseda të ndryshme jam menduar të krijoj një lloj balance. Më menduar të krijoj një lloj balance dhe të trajtoj temat si në fortësi, si në ndjeshmëri, edhe në pasion, por edhe në volum, që është më kryesorja, me sa duket, sipas problematikave më të forta dhe më të vështira. Rasti më i mirë për këtë është problemet të zakonshme që kanë femrat, që në fakt duhet të jenë zakonshme. Është drejt, domethënë që kanë probleme shumë të mëdha. Nuk janë të njëjtat probleme që përfaqësohemi ne, pavarësisht se nuk është ekskluzive, por në vija të trasha gjithmonë. Në vija të trasha, nuk do flasim këtu tash, jo po ai me anekdota më gjëra, do flasim haku, nuk po flas haku. I ka problemet më seksuale, janë siç edhe Jordan Peterson e thot, janë probleme që kanë më shumë lidhje me shkatërimin e reputacionit, prandaj edhe janë shumë të cënuara kundër këtyre krimeve seksuale, si përdhunime apo shantazh apo publikim fotosh, apo pastaj kur kalon në dhunë, si dhuna në familje, ai dashuri tjetri. Këto janë probleme, domethënë që të themi të drejtë, ajo që është janë makabër. Edhe unë jam menduar, domethënë që herën që në vitin 2021 nga qershori, më duket ne kemi bërë as qershori, mund të ketë qenë më parë se qershori. Episodin e tretë ka qenë për abuzimin seksual, që nuk u publikua, për arsye se ne nuk vendosëm atëherë të merrnim vëmendje nga ajo. Atëherë ishte ajo koha ku podcasti i kishte 500 ca në YouTube dhe 100-200 në platformat e tjera pa frikë, pastaj u ul përsëri. Dhe vendosëm që mos ta publikonim, por herën e fundit që ndodhi ai përdhunimi që u prononcova dhe një video të vogël dhe një video të gjatë më mbrapa dhe pastaj me shumë podcaste në shumë herë për këto problematikat e ndryshme që ka
seksi tjetër. Se nuk e kuptojmë. Që të themi atë që është e vërteta. Janë disa gjëra që sado në lloj mënyrë anekdota që ne mund t'i dëgjojmë, tonë nuk është se i kuptojmë aq mirë sa do donim të kuptonim, domethënë. Sepse ose sa kemi nerva, domethënë, se qëndron tek hidra. Nuk kemi nerva gjithmonë të dëgjojmë gjitha. Plus është ajo dhe mënyra themërore të komunikimit që nuk del në thelb ose nuk ka gjërat e ndara që është edhe pak e vështirë për të qëndruar në një bashkëbisedim. Normalisht përsëri në vjet të trashë përgjithsisht. Edhe s'po e them më këtë se normalisht në sensin e bisedës ose në sensin e këtij monologu që unë po bëj në mënyrë të gjatë, do kuptohet që jemi të folur në vjet të trashë. Tash çfarë ndodh që ne kemi diskutuar në Space, kemi diskutuar edhe në podcaste normale, me pak vetë, me 1-2 vetë, domethënë, dhe unë jam munduar me mish edhe me shpirt që të marr për këto tema femra. Të marr për këto tema femra për të vetëm një fakt sepse unë kërkoj që me qënë se edhe audienca është 70% meshkuj, që ne edhe në qoftë do rritemi së shoqëri gjithmonë të shohim diçka më shumë për edhe. Janë disa gjëra që ne mund të na ndihmojnë nëse i shohim nga një sytë e një femre ose nga eksperienca e një femre. Dhe unë këtë jam menduar. Jam i lutur 10-15 vajzave dhe grave të ndryshme për të qenë pjesë e podcastit dhe pak janë përgjigjur. Dhe edhe ato që janë përgjigjur fatkeqësisht unë kam ndjesinë që nuk kam arritur asnjë gjë. Edhe jo se nuk kam arritur asnjë gjë se s'ka vjuza. Ato janë gjëra të tjera, ato lidhen me faktin që nuk kam investuar as në teknik, as për software, thumbnails, programe etj. Edhe pastaj që nuk është aq komerciale, por është diçka vërtet që e dëgjojnë vetëm ata që vërtet duan të dëgjojnë diçka për këtë temë dhe jo ata që duan të kalojnë kohën, se nuk është ndonjë qef i madh të bisedosh ose të dëgjosh biseda rreth krimeve ordinere dhe gjërave bastarde në Shqipëri, e kupton? Kështu që unë e kuptoj disi deri këtë audiencën time, por avash ne bashkë do rritemi. Bashkë kemi kaluar mirë deri tani. Unë prap jam gjithëve falendërues. Unë jam shumë i kënaqur për atë input që unë kam dhënë, feedbacku ka qenë i mirë. Por feedbacku nuk ka qenë i mirë në këtë lidhje me këtë temë. Në e binduri nga të gjitha podcastet që kanë ekzistuar në gjithë Shqipërinë, pa frikë fare. Në vetë podcastet kam trajtuar kaq shumë herë, në mënyrë kaq intensive. Edhe kohët e fundit kam marrë atë përshtypjen që thjesht nuk ja vlen. Episodia 19, 20 nuk e mbaj mend, 21, nëse e mbani mend që kam bërë një me Boxhin dhe me një shok tjetër. Ajo është mikesha ime shumë e mirë dhe Boxhi ka thënë që lëri këto muhabete. Lëri këto muhabete ka thënë sepse nuk do t'ja di njeri. Edhe ato goca që bëjnë gam online nuk është se duan t'ja di. Edhe unë rejtë të që jo, se ki gabim të shi që aja fusin këtë të shi. Pasaj, pse po nuk bëra unë një qik tjetri, që varilisht, që në ngellet, pasaj, apo vetëm të qajmë që gjithë kohës. Ure jo, nuk është e vërtet, nuk duan t'ja din njerëzit për atë. Njerëzit duan thjesht hare, dëfrime, nuk duan të mere me të gjëra. Plus, ajo është një lloj teme aq sensitive, sa edhe ato që do prononcojnë një mënyrë aq bastarde, ose aq të cekët. Sa që nuk do bëj kuptim, nuk do nxjerrësh ndonjë gjë në shesh. Normalisht, kesha ime për shumë vitesh edhe me njefë që tipika nuk më pëlqen shumë kjo pjesa që po që na gjeti e shky kështu është jashtë. Unë jam i fokusuar tek zgjidhja e problemit. Se fundja fare do të kemi gjë parasysh, ne këto kemi karta të jetës kemi në dorë. Dhe kjo vlen për çdo lloj që je në punë, je në familje. Çdo lloj stresi që ti ke. Këtë lloj karte ke në dorë. Ti nuk mund të ndryshosh ato gjëra që të ka dhënë jeta për momentin. Çfarë mund të ndryshosh është sjellja jote dhe ti se si ti reagon me to.
E prandaj unë e ndo debati jam munduar gjithmonë që ore çfarë do bëjmë. Si ndryshohet? Si ndryshohet dhe cili është synimi i gjithë tyre që bëjmë. Unë ka vënë gjithë kohës, domethënë që edhe pse unë jam i bindur që dëshira ime për këtë tema nuk bëhet për klikime apo gjëra, sepse normalisht edhe klikimet e vërtetojnë se nuk i plas trapi thjesht njeriu për këto gjëra. Pavarësisht se duket e dhimbshme, pavarësisht se kemi ta woke society warriors që dalin bëjnë Instagram me gjëra budalli që si zhaku, kupton? Edhe mos ti marr me radhë gjithë pasaj. Në të vërtetë nuk i intereson asnjë njeriu sepse asnjëri nuk është aty për të dhënë kontributin e tij, por të gjithë janë aty për të marrë vëmendje edhe mundësisht edhe ndaj lek. Po gjithsesi, tjetër kjo. Edhe nuk kam më kuptim o plak. Sepse gjëja e parë e kësaj lloji situate të keqe është se perëndimi ose këto politikat përçarëse të popujve kanë krijuar këtë luftën mes sekseve të ndryshme, mes gjinive, mes meshkujve dhe femrave, normalisht. Aq kemi. Edhe normalisht çdo kush përfiton nga ato, çfarë janë korporata, media, gjëra përfitojnë. Kjo është shumë e përfitueshme, kupton? Kur një gjini në rastin e përgjithshëm femrat i kanë frikë meshkujt përsej, domethënë i kanë shumë direkt pa analizuar asnjë lloj gjë, pa njohur rrogun janë direkt që duhet të kesh frikë se janë kështu janë ashtu, atëherë përfiton, se normalisht do prodhohen mënyra të ndryshme se si mund të shmangë zhau i etj etj. Edhe ne kemi kaluar në një proces si shoqëri, domethënë që është personi tjetër që takon është automatikisht i keq. Kjo vlen në 100% e rastet e femrave që është automatikisht i keq derisa të provojë të kundërt, që është fatkeqësi. Do thoni juve, o plako, po kemi faj ne. Jo, nuk e faj ti. Nuk e faj ti sepse ti që po dëgjon është e sigurt, ose unë jam i sigurt personalisht që nuk përbën pjesë në atë grup meshkush. Nuk përbën pjesë në atë grup meshkuj sepse nëse do përbëj pjesë në atë grup meshkuj do të ishte çart trapi tani me budalliqet e mia këtu në podcast dhe thoshte i ke vllazën, nuk kemi ne vetëm me ty. Por fakti që je këtu edhe po dëgjon këtë episod do të thotë që vërtet do që të mësosh ose do që të bësh diçka, ose do që të bash bisetosh me mua, sepse po mësojmë leç, po mësojmë, po themi gjëra që në fakt duhet të ishin dije e përgjithshme, por që në fakt janë gjëra kështu shumë të frikshme për të thënë. Edhe nuk je ashtu. Nuk gjejmë dot gjuhën e përbashkët, na kanë vënë re, më thënë sidomos nga vajza që janë edhe të shkolluara, që nuk do ta priste mendja, domethënë, po që shumë ndodh fatkeqësisht, që nuk u intereson fare, domethënë, as blehonin të rast, as tjetri që mund të jenë rob që vërtet duan të bëjnë diçka, që vërtet mundohen për të bërë diçka, por fokusohen gjithmonë te pjesa negative. Edhe 99.999999% të muhabetit është vetëm qarje. Tani, se sa dhëmb ajo si gjë, unë nuk të kuptoj dot. Domethënë normalisht e kuptoj, po asnjëherë nuk do të kam për ta kuptuar matematikisht në atë lloj mase që femra që e ka përjetuar atë lloj, ku diqen për ndjekje etj për dhunime etj. Se normalisht asnjëri nuk e kupton përveç atij që e ka provuar. E gjithmonë jam mbajtur që okay, po ideja është që duhet të bijmë çik në common sense edhe duhet të gjejmë gjuhë përbashkët sepse nuk është gjë e mirë që edhe unë, edhe të tjerët, siç jeni juve, të futeni domethënë me të njëjtin grup me ato plera që abuzojnë familjarët e tyre, motra, kushurira, të dashura, gra, e kupton? Fëmijët e tyre, vajza. Se s'mund të futemi në plak, se nuk pse duhet kemi ne përgjegjësi për ato të tjerë. Nuk kemi përgjegjësi fare në për ata lloj individësh. Edhe mënyra se si asnjëri, domethënë, nuk ka se do ta di njëri përnderës, që s'ka punë njëri se çfarë bën e bën për veten, po të paktën mos të fusin me një thes. E kupton? Kjo është e gjitha gjëja që më shqetëson mua. Se vetëm për këtë mo diskutohet. Se të gjithë
Qa i quajnë veten feminista, po vërja jemi në qa dua çdo lloj budalliku, mendojnë akoma se jetojmë në patriarkat, që s'është e vërtet fare. Se nuk ka kuptim që ne jetojmë në patriarkat në ato lloj mënyre. Në Shqipëri patriarkati një kuptim ka dhe ajo është kuptimi i dhunës në familje. Po patriarkati vetë si gjë është më shumë se aq, nuk është patriarkati të rrahësh gruan. Ka edhe shumë gjëra të tjera. Fakti që ne kemi sadopak figura femërore do me thënë që automatikisht, matematikisht nuk jemi më në patriarkat. Matematika thotë nëse ka një rast kjo teorem nuk ekziston më, që është një rast kundër. A është e vështirë? Nuk diskutohet që është e vështirë, se normalisht si nga e vështirë. Ka ndryshime me gjëra, vdesin mentalitetet, ngjallen mentalitetet e reja, normalisht që për femrat është më e vështirë. Kjo është fakt, nuk diskutohet. Por e di për çfarë është e vështirë për femrat? Nga ana sociale nuk është e vështirë për femrat. Nga ana sociale nuk kam pjesën te perceptimi. Ato i folën, kemi ditur jemi lodhur ato gjëra. Nga ana sociale unë kam pjesën që kur flitet për tema, domethënë të ndryshme, që si për shembull bullizim apo vërja jemi çaj ato budalliq që tani që diskutohen lart e poshtë aty. Gjatë gjithë kohës automatikisht biseda shkon tek femra. Edhe disa herë që jam munduar në çdo bisedë që shife që mos tani nuk diskutohet, janë në masat më të mëdha. Zhurma është më e madhe në atë drejtim ose në atë krah. Edhe janë më shumë seksuale, prandaj bën më shumë zhurmë, pra nuk do të thotë që meshkujt nuk kanë të tilla problem. Kjo është absurditet. Herë pasaj dëgjoj shprehjen mbrapsht ku ti plasi trafi për djemt, e kupton? Nuk ju intereson njeriu. Edhe pikërisht kjo sjellje është problemi se nuk i intereson njeriu. Sepse nuk i intereson njeriu dhe ata adoleshentë që kanë probleme që pyesin veten se ku e kanë vendin e tyre në botë, që nuk dinë, që mbase nuk e kanë pasur atë rritje nga prindi aq të mirë, që nuk e kanë folur aq mirë, se nuk janë të gjitha kushtet njësoj në familje. Ai normalisht ke përqindja që të rritë të kalosh në budallësi, të bëhesh agresiv apo të bëhesh urrye si individ kundër çfarëdo lloj grupi që ta vënë. Që jo? Bie. Ose jo bie, rritet automatikisht. Sepse normalisht nëse rritur në thana të këqija, vërtet thonë që po ndonjëherë janë persona që e përdorin atë si benzinë për të ecur përpara, për të bërë më për fot. Mund të kote me gista janë. Shumica e atyre personave që kanë vuajtur do bëjnë të tjerë të vuajnë më vonë. Kjo është e sigurt. Anekdota kështu jo po ndonjëherë përdor kështu, ndonjëherë kështu, po pra po ndonjëherë edhe njeriu ikëm në hën, po nuk është se po vjen çdo ditë. Është absurditet nga të gjitha anët. Fakti që nuk i kemi ne këtë pjesën e vëmendjes kundrejt djemve është zanafilla e problemit. Se për çfarë duhet të kujdesesh, nuk i intereson njëri për ty, nuk të thotë gjë njëri ty, kujt i plasi trapi. Normalisht çdo gjë lihet e pakontrolluar. Edhe dashuria nuk është e njëjtoj, se normalisht një nën mama ndjer në moshën 30-32 vjeç që ka në mendje që duhet të kujdesen për vajzën time sepse është bota jashtëzakonisht shumë e egër, kurse djali të vari karin e burse çfarë do i ndodhi djalit e kupton ku ti plasi trapi nuk e gjykon njëri. Normalisht vajzën do e ndihmoj, që është gjë jashtëzakonisht shumë pozitive, që të ngrihet sepse vërtet i duhet ajo ndihmë, edhe djalin thotë që ku ti plasi trapi, e kupton? Edhe ai normalisht duke në këtë mungesë dashurie është, themi të drejtën. Për kushtimi është dashuri. Në mungesë dashurie çfarë do bëj ai? Do mësoj nga shoqëria, do mësoj nga tjetri, do shohë kur është adoleshent që vajzat e vogla përgjithsisht kanë qef ata që janë çik më arakat, çik më agresiv. Njohim gjithë çuna, shoqi kemi pasur. Thjesht fazë jetës. Edhe pastaj do kaloj, do njihen, do ndahen, do dhunohen edhe kur kanë kaluar dorë pas dore, edhe gjithmonë duke bërë pothuajse të njëjtin gabim, se ky është dhe problemi me disa pjesë të femrave që bën njëjtin gabim dhe pastaj kur kalon mosha, kur ka bërë tiktaku orës, thonë që jo po janë të gjithë plera. Kur në fakt plera janë vetëm ata që kanë bërë atë lloj krimi, sepse është krim. Le të themi të drejtën, domethënë nuk kam nevojë tani të dalë blon, unë gjykoj filanin. Nuk ka nevojë ta gjykoj blonin. Ato e gjykon ligji.
Ajo është krim, ajo është e bardhë dhe zez krim, nuk ka mund të bëj unë tani të dalë kështu. Por ju, çfarë të ndodhi? Është krim e plak. Merre futen burg që e mbirqen. E kanë thënë përpara, a përdhunojnë goca e gjëra. Merja ta pjedh motrat dhe futi dënim e vdekje. Ose bëhen burgim përjetshëm. Bëj pra, a doam ne të ndryshojmë këtë mund shoqëri? A doni ju vërtet, a ju dhëm vërtet? Ashtu që bëjnë. Kështu bëhen pra gjërat. Frika ruan vreshtin valla. Edhe aq më shumë në Shqipëri. Frika ruan vreshtin. Po nuk pati frikë, nuk të respekton. Kaq. E kemi provuar ne me dashuri, me mirësi, me gjitha, jo po të ishte kështu, jo duke i dhënë shembull nga vetja, po të ishte vajza jote, po të ishte kështu, po të ishte ashtu. Karin pidh. Bjeri se i bie buku, nuk ka për ndryshuar asnjë gjë, vetja mënyrë është frika. Frika merri vriti qia motrën. Pria bolet, mos i lë kështu. As të kenë fëmijë asnjë gjë nga mbrapa. Edhe shife pasaj. Ja pra një mënyrë shumë e mirë për të zgjidhur këtë lloj probleme. Por jo. Këto nuk quhen. E di çfarë quhet në këtë shoqëri? Në këtë shoqëri quhet kur, siç e thonë anglezët, pat in the back, kur i fërkon kurizin. E kupton? U mendosh sa hapësh një debat me qëllim zgjidhje një problemi, nuk i plas trapi njeriu sepse nuk kanë me çfarë merren. Ajo që duan më shumë është që ata fillojnë të flasin thonë që më vjen keq për ty, po sa pas ke vuajt rroba sa kështu sa ashtu. Iku pra iku. Çakari po diskutojmë ne më. Ajo iku është e shkuar. Nuk e kthej dot më mbrapa. Unë nuk jam fajtor, unë jam këtu për të ndihmuar. Unë jam këtu për të gjetur një rrugë zgjidhje. O do bëhemi të fortë. E do i gjejmë diçka ose vari lesht. Se nuk ka kuptim. Nuk ka kuptim. Dalin lloj soj. Juve shumica jeni edhe në Shqipëri normalisht me 45% sipas Spotify-t, pjesa më e madhe jeton në Shqipëri, po. Janë një pjesë shumë e madhe e gocave që janë për studime me për gjitha që studiojnë këtej, jo të gjitha normalisht. Por ka një pjesë shumë të mirë që thonë që unë e them me mashkull shqiptar nuk shumë, mashkull shqiptar janë plera, meshkull shqiptar janë kështu. Pse? Se kanë vajtur me një vari kars dikur që ja kanë nxirë jetën normalisht, edhe kanë ngelur me pasoja, trastishu, se u budalliqe. E normalisht, njeriu i vogël, njeriu pa karakter, çfarë bën? Në vend të thojë që unë zgjodha një njerëz të gabuar, ose ky robi më gënjeu, ose unë nuk e dija se si ishte, ose unë mirë në fillim pastaj më futi, duhet të bëj kujdes më përpara. Kujdes bëni goca se nuk i dihet asnjëherë. Në vend që të thoj meshkull shqiptar janë varikari, ne femrat shqiptare jemi kështu, jemi ashtu. Nuk e dëgjon asnjëherë asnjë mashkull shqiptar. Thoj në publik, jo më të thoj të huajve që femrave shqiptare janë varilesht. Këto argumente kanë përdorur po s'keni çfarë të thoni për ne perfekte. Po pra po, zbriti kalit. Zbresësh kalit, atëherë do ta kuptosh sensin e muhabetit. Nuk është pjesa se jeni perfekt, asnjëri s'është perfekt. Edhe po ti krahasosh me shumë gjëra me femrat e huaja ka edhe gjëra negative ndër të tjera. Po meshkujt shqiptar janë të prirur, janë të mësuar që ta ngrejnë atë statutin, ta ngrejnë fytyrën e femrës shqiptare dhe jo ta ulin. Krenohen me femrën shqiptare. Nuk e ulin, qysh e ulin këto. Se ti çfarë studia më e madhe plak? Se ton lidhjet me jashtë, do të thënë në 1% shumë të madhe, që unë mos ja fus trapit kot, po them me 1% shumë të madhe, nuk funksionojnë. Nuk funksionojnë sepse sidomos mosha ime ose më të vegjël akoma, do të thënë po themi plus minus moshës time, i bie 26 vjeç plus minus, po e zëm nga 24 deri në 30 vjeç. Hajde ti tani ta definojmë se çfarë është një burr në perëndim, e kupton? Njerëz që janë pa shpinë, njerëz që nuk kanë ideal, njerëz që nuk kanë vlera për t'i mbajtur, njerëz që i bien fylli që po i thot ajo, po i thot vetë na mbrapa. E normalisht kalon një kohë edhe nuk është konsumohet shumë shpejt, sepse normalisht robi që nuk qëndron për asnjë gjë, nuk ka asnjë lloj qëllimi në jetë, nuk i hyn në punë as dreqit. Dhe jo më një femër shqiptare që është në mënyrë tipike shumë kërkuese dhe që kërkon standard, që shumë mirë bën që kërkon.
Edhe pastaj normalisht meshkuj shqiptar. Ka fajin meshkuj shqiptar sepse ja kanë vitet më të bukura, ja kanë shkatruar këtyre dhe duhet mbaj edhe unë përgjegjësi. E kupton? Ka ndodhur diçka çka ka ndodhur në një qytet të Shqipërisë. Edhe ajo është trajtuar keq nga ai. Vete filani në Gjermani, i thot atyre meshkuj shqiptar janë plera. I kanë fjalë me fjalë meshkuj shqiptar janë plera, njohun njërin tjetrën atje. Nga Shqipëria, sorry. Po qatë bona mërë qif kari ropë se dalin ne negativa pasaj, qatë bona. Shu ecën kjo që. Prandaj robi nuk duhet të flasi asnjëherë në këtë lloj mënyre, sepse kemi ne shembuj shumë të mirë. Kemi meshkuj jashtëzakonisht shumë të mirë, edhe familjare, edhe për kujdesur e të gjithë. Fakti është pjesa më e dhimbshme e gjithë kësaj bisede që në fillim nuk doja ta thoja, po e them se funja varkari, çfarë ndodhi. Problematika është të meshkujt e mirë, shumica kur kanë qenë të vegjël në fillim, kur kanë qenë adoleshent, shumë rrallë ndodh që të kenë qenë shumë televizor, kështu që të bënin atë goren, koçu të bënin karderin e katit të shkollës, se kupton kanë qenë kështu diku të stresa mesatare. Edhe normalisht, dhe që janë të njëjtën moshë femra, kur këta janë 30 dhe ato janë 30, normalisht ta meshkujt janë të zënë plak. Sepse ka femra të mençura që e ka parë që ky robi ka diçka edhe ky është mashkull i duhur që do më trajtoj mua ashtu siç duhet. Është shumë e rrallë të gjesh meshkuj të saktë në atë lloj moshe. E di pse? Për të vetmi fakt sepse ata që janë të mençur tamam do e kenë gjetur ata që i takon. Do e kenë pasqyruar veten e tyre në atë lloj mënyre sa femra ti ketë një femër e saktë i ketë zgjedhur ata për të kaluar jetën. Dhe vetëm ata që ngelen janë ata që janë ose varilisht që janë të papjekur akoma, ose ata që kanë pasur një lloj të ndryshme karriere, që në shumë raste mund të jenë robë të mirë, ose si ne që largohemi jashtë e kemi më të vështirë të adaptohemi për shembull. Ose ata që mund të ketë lënë në njëra me pasoja. Po tash hajde gjejti këta. Hajde gjejti këta nga të gjithë ata që ngelen domethënë, hajde gjej këtë pjesën që është e saktë. Nuk e gjen dot asnjëherë në botë. Ata mund ato të ngelen. Sepse kur ishte dikush me një lule në dorë, i vogël, edhe të binte në sy, nuk i binte në sy. Binte diçka tjetër më fort, më macho, më auiu. Doli mut, po ky tjetri s'ka faj. Kështu që kur del robi nuk i thot që jeni të gjithë varikarin. Se ç'at boni, s'ka faj ai shkreti. Edhe nuk ka sens gjëja. Ktheheni juve nga doni, nuk bën sens më vëlla. Nuk bën sens. Me mundu me i pyet ç'a mund të bëjmë, ne asnjë që s'mund bëjmë, do të keni të njihni faktin se meshkuj shqiptar janë plera. Po s'janë më pra meshkuj shqiptar plera, so kur doli Lalieri atëre u bën të gjithë kështu si, prandaj janë zdromsa këta lloj personash kështu, siç e tha ai vet. Sepse atëre kur doli ai vetëm nga që e tha një rob pushtetshëm u çuan gjithë kundër. Po vet e thon të gjithë me njëri tjetrin. Thonë se ne kemi ne vdesim. Fashën tek episodi 45 me Karli. Ne vdesim për të sharë njëri tjetrin, për të sharë veten. Ne ne kështu, ne jemi ashtu, u. Po mbolle negativitet do korrësh më valla. Po e nxjerrti në univers, jeni varikarin, po varikarin nuk ngelni pra. Nëse ti ke atë lloj përshtypje për veten tënde, nëse je aq i e ke bullizuar veten tënde gjatë gjithë kohës, ja ke mbushur mendje vetes se je varilisht, po edhe mund të jesh varilisht. Ka shumë shanse që ti jesh varilisht. Që ti automatikisht kur mendon se je varilisht ose inferior ndaj kështu, je. Se është manifestimi i fatit ai. Sillesh si diçka X derisa të bëhesh ajo diçka X. Normalisht si shqiptar apo shqiptare nëse mendojnë që je më inferior, do sillesh në atë lloj mënyre derisa të vërtetohet që je inferior. Kështu që për mos të degëzuar shumë për tema, ideja e kësaj çfarë të them unë, bisedës është kjo, megjithëse unë i shikoj pyetjet tuaja, i ndjej pyetjet tuaja në kokën time, po këtij lloji diskursi ose këtë monologu ose këtij fjalimi që unë mbaj këtu është se
Mos u mundoni plak. Mos u mundoni. Të rregulloni jetën e të tjerëve se nuk ja vlen. Nuk ja vlen. Mund të diskutosh ti për shembull vetë unë nga Berati të vitin Shkodrës dhe diskutoj problemet e Shkodrës. Nuk i plasë trapi njeriu plak. Nuk duan t'ja dinë valla, nuk duan t'ja dinë. Nuk është më interesuar në këtë dynja sot, nuk është asnjë person i interesuar të zgjidhë problema. Të gjithë duan ose të qahen ose duan të argëtohen në një lloj mënyre që ta largojnë atë zymtësinë e jetës nga koka për sado qoftë edhe një sekond të paktën edhe janë të kënaqur me aq. Kështu që mos u mundoni. Mos u mundoni se nuk ja vlen. Çfarë do të mundoni? Se mos për që mund që jeni në një lidhje si puna ime, duhen një atë rob digjon. Mos gjoni asnjë lloj vari lesh lart e poshtë që bëjnë komente, se nuk ka rëndësi, nuk ka rëndësi, janë gore, han mut kota. E kupton, han mut kot si meshkull si femra, e kupton. Mos i vini më re. Nuk kanë më rëndësi. Çfarë lloj gjë thotë njeriu? Se nuk fitojnë gjë. Ka lloj personazh negativ që flasin vetëm në mënyrë negative që gjatë gjithë kohës ndjerrin vetëm vrerë. Ushqen nga ajo. E kupton? Aty lagen ose i ngrihet ai miku. E kupton? Kur ti reagon nga ai vreri që këta lloj për individësh të tillë përplasin në shoqëri. Kështu që s'ka asnjë lloj problemi, fokusohu te vetja plak. Gjithë kemi kaluar një adoleshencë, dikush më ndryshe se sa tjetri, dikush më të mirë se sa tjetri, dikush ka qenë bulli, dikush ka qenë i bullizuar, dikush ka qenë mes, se ka pas ide fare që apo ndodh. Shfeni nga vetja plak. Nëse ka adoleshentë që mund ta dëgjojnë të, sipas asaj kokës time, siç e shoh unë, e shoh që mos u mundoni plak, mos u mundoni të bini në si dykujt. Mundoni të bini në sy vetes tuaj. Në qoftë se është një sport ose një shkimi në palestër, do ishte shumë mirë, sepse normalisht kontakti fizik automatikisht bën të më të pëlqyeshëm. Pavarësisht se çfarë thonë, budalliqe lart e poshtë. Po, arsyeja e parë, plako do ndihesh mirë vetëm tënde. Unë kam bërë për një farë kohë, pastaj e kam lënë, pastaj e kam bërë, pastaj e kam lënë, edhe tash i vari lesh, e kupton kur je me studime janë gjithë ato lloj gjëra që domethënë mund të gjesh 1001 arsye që mos ta ndjekësh atë rrugtim. Po në rastin se e ke mundsinë, në rastin se e ke atë lloj rutine jepi. Edhe unë këto kohë të fundit mundoj veten time, ton normalisht, si shumica njerëz i pak kënaqur, trupin tim dua ndryshoj gjëra. Edhe e detyroj ndonjëherë veten, që arsye gjej gjithmonë, kupton? E kam vdekje, gjej arsye të gjej thjesht për mos të bëj gjëra, apo që avash. Edhe në qëtë nuk është pjesa të vetëm palestra, plak, unë nuk jam bodybuilder, kupton se duket sikur flas në një kot shumë në ajër. Ideja është bësh diçka që të plotësoj. Të bësh diçka që të plotësoj, diçka që të bën ty që e shfryn atë dufin tënd, je kreativ, e kënaq atë egon tënde personale, sepse automatikisht kur i bën këto gjëra ti nuk je më agresiv për shoqërinë, ose nuk je më i ndinjuar, nuk je më negativ. Sepse ti ke bërë diçka për veten tënde, e kupton? Sepse të kuptojnë faktin që stresi nuk vjen nga rrethanat e stresit, e kupton? Stresi vjen kur nuk bën asnjë gjë. Stresi vjen nga mungesa e veprimit. Nuk vjen nga asnjë gjë tjetër. Në qoftë se është aktivitet fizik, mund të jetë vegël muzikore, mund të jetë, nuk e di, një mund podcasti si ky që po bëj unë për shemb. Mund të jetë, nuk e di valla, ka mira gjëra, mund të jenë libra. Mund të jenë filma, ku dëgjoj, mund të jenë kështu dizajn o gjëra të vogla, mund të jenë artista që duan të marrin pjesë që të bëhen komedian, mund të jenë vizatime ose piktura në një grad më të lartë. Thjesht merro me diçka. Mos e vrisni mendjen për gjërat e tjera. Mos u merrni me kurvat e internetit se mos bëni simpin është kancer. Nëse do të ngeleni budallën komplet, domethënë që të ngeleni rrobat prapa mbetur, bëj simpin, vej nga brapa. Nuk është ajo vlera e njeriu.
Njeriu e duhet ta shikosh vetë, se kur ti je i kënaqur vetë do ta kuptosh që nuk ke nevojë më për atë komfortin as seksit as një gjë, sepse ti të kërkosh vërtet personin me një paket all inclusive dhe jo vetëm seksin e përkohshëm edhe pastaj varilisht. Të mërziteni t'ia thyesh ti zemrën asaj ose ajo ty. Who cares? Po se ka njëri dy të dashura dhe ti ke një, apo ai ka 10 e ti ke një. Who cares pla? Apo ja kalon mirë ti. A e ndjen Robin, a e do Robin, ku ti plasi kari. Çfarë rëndësie ka? Dhe di që fund ditës që pas 10 dashurave një lloj individi aty do iki do flej vetëm në shtëpi. Kurse ti do kesh atë tënden që të përkushtohet ty, që të do pa kufi. Hajde Tomi, ma thuaj mua kush është më e mira. Normalisht që kjo e dyta. Se më mirë të kesh një që do të përkujdeset për ty dhe të shes të sytë e ballit, sa të kesh thjesht numra, edhe pas një kalimi kohësh të vazhdosh të biesh me dorë prapë. Pas një lloj komforti emocional, pas një lloj gjëje. Të rroth pasaj të rroth që je i bukur, domethënë, edhe që po kështu si gore kot, se ça. Nuk ka kuptim. Sjelljen tip top, gjithmonë, gentleman. Edhe po ta thën trapi rob, gentleman plak, mos ju ai trapi fare, gentleman ai jeni gjatë gjithë kohës. Edhe po duken cheesy, po duken corny, e të thonë rob, jo po të pse se bank shoot jo, çneti, jo back, ose mos e ruani trapin fare, gentleman ai jeni plako. Gjatë gjithë kohës manifestoni fatin tuaj, nuk ka asnjë gjë më të bukur. Se çfarë lloji komendi mund të marrësh, në fund fare gjithmonë do të referohen si filan gentlemani. Do të referohen si filani që nuk ishte varikars. Filani nuk ishte ai që i thoshte po çdo lloj individi vetëm që të flinte një natë me to. Filani nuk ishte rob pa shpinë. Filani nuk ishte kështu që fuste thik mas shpine në shoqërisë, që i shplante me çaj mbante pragu i shtëpisë vetëm për të bërë përshtypje një grupi tjetër. Edhe bënte të njëjtën gjë me atë grup kur i kthej. Jo, nuk do jesh më ai. Do jesh ai gentleman, ai që në atë kohë dukej sigurisht budalla dhe sikur sillej në mënyrë shumë idiote, por kur të rritin ata do jesh ai Bobi që i ka pasur bolet më të mëdha. Edhe ka qenë më i pjekur se sa të gjithë tjerët. E si që është anglisht është një problemi madh, domethënë me rinin është ajo fear of missing out. Fear of missing out për çfarë? Për budalliqe? Po nuk ka kuptim më zemër. Nuk ka kuptim të kesh frikë për ato lloj gjëra se në fund fare duhet të kuptoni që deri në moshën 18 vjeç s'është asnjë gjë, është në rastin normal është 1/4 e jetës. Ke 3/4 për përpara. 3/4 do të varen vetëm se çfarë bën ti nga mosha 10 vjeçare deri në moshën 20 vjeçare, varet e gjithë jeta jote. Pothuajse. Hajde themi 23. Varet çdo lloj gjëje më vonë. Si do e kesh qef? Do e kesh qef që të jesh ai tipi në gjimnaz edhe në fillimet e shkollës lartë. Edhe pastaj kur të mbarojnë që të gjithë kanë krijuar lidhje, të gjithë kanë filluar punën e gjithë, ti të rish kështu varikarin komplet sepse ti ke qenë në çdo lloj parti, ke qenë bridha atje, bridhu, por nuk e ke gjetur kohën për të kryer ato detyrat që kundër vetes tënde. Edhe në fund del me kish në byth. Nuk ka vlen. Se mos e merrni pjesën që ore mos u izolohuni, u bën një murg. Nuk është ai sensi. Sensi është që mos e shtyni veten. Thjesht lëri gjërat të rrjedhin. Të pëlqen dikush foli. Nëse të pëlqen mos i fol robëve kota alla kur të pëlqen, sa për numër. I bie robëve më qaf. Ton bie gocave më qaf. Ajo kush e di çfarë mendon bës. Është Karli. Se ty nuk do të pëlqente nëse do ta bënte ajo ty, e kupton? Edhe kjo është lojë nga dy anët. Nuk është shumë e vështirë për të kuptuar të drejtën, ëh. Ka sens e gjithë gjëja. Fokuson sa më shumë te vetja juaj. Unë kam bërë ato gabime.
Unë kam bërë ato gabime, si në gjimnaz, i kam bërë ato gabime edhe kur kam filluar shkollën, kur erdha këtu. Normalisht është qef kur je popular, e kupton, është qef kur duan të gjithë të dalin për kafe deri me ty, është qef kur duan të dalin në për klube, po nga të gjithë ata që ishim, 2 kemi ngelur këtu. Që ta dini ju, unë kur kam marrë, kam qenë në grup me 16 veta, 2 kemi ngelur, të gjithë janë kthyer në Shqipëri, të gjithë. Unë shoqëri kisha një mik të mirë, kisha tim vllaj që më fliste gjatë gjithë kohës, kisha edhe familjen që normalisht kërkonte një lloj standardi kundër meje, dhe me të keq, edhe unë kam qenë në pragun për ta shkatruar jetën time këtu edhe për të kthyer aty. Dhe shqyr zoti nuk e di, unë mblodhën tani të gjitha gjërat bashkë, edhe një çik me mundin tim, edhe i shpëtova asaj gremine. Është e vështirë gjithmonë të mësosh nga gabimet e të tjerëve, por që po ju them, mendojnë që më shumë për më gjatë. Të gjithë kanë qef t'ja kalojnë bukur, të gjithë kanë qef t'ja kalojnë mirë, por të paktë janë ata që i kanë të gjitha gjërat në terezi. Edhe sidomos kur largohesh nga shtëpia, sado mirë ti je, sidomos në të rastin laboratorik për shembull nga Shqipëria në Gjermani, shumë rrallë mund të jesh në atë lloj pozicioni sa nuk i plas trapit fare të shtëpive, domethënë dhe i ke 30.000 euro çdo vit apo mos më shumë për 5-6 vite deri apo 7 vite apo 8 vite sa zgjati të shkolla, e kupton? Raste të rralla janë. Shumica janë persona që kanë një standard. Edhe është më mirë ta mbash frymën edhe ta çash atë detin e fillimit, edhe nëse u bën gjëra, se në fund fare kur del si zotëri, ta mbarosh shkollën më përpara nga gjithë, do kesh rrogën më të plotë të bëj çfarë të doj trapi ty do bësh. E di se do bësh. Sepse do e kuptosh që lekun e ke fituar vetë, nuk ja ke marrë as babit as mamit, edhe kur ta prishësh, do të ndjesh një lloj kënaqësie që janë motre, që nuk krahasohet me asnjë lloj gjëje tjetër. Nuk krahasohet me asnjë lloj gjëje tjetër. Nuk i bie me prindërve me qaf, po kur ta kesh lekun tënd, para fare nuk do prishësh me së kafsh. Që është njësi, se të shtrëngohet zgjidhja aty kur e nxjerr vetë është ndryshe se sa kur e merr dhe nuk e di se çfarë vlerë ka. Por të shijon plako. Të jeni të sigurt, pavarësisht se çfarë mund të thonë çdo lloj varileshta që mund të dëgjojnë. Të jeni të sigurt që një birë në supermarket e blerë me lekët e tua shijon minimumi 10 herë më shumë se sa një shishe vodka e blerë me lekët e babit. Kjo është ata që se kuptojnë të janë thjesht kalamaj akoma. Vjen keq, por kjo është e vërteta. Janë kalamaj akoma. Independent, po jo në kuptimin të izoluar, lonely. Sepse ti je lonely plako. Ne jemi çuna, ne bëjmë networking, ne do të kemi lidhje me njëri tjetrin. Thjesht mos u hap si vaj në lakra, si vaj kars. Po do të kesh gjithmonë 1, 2, 3 persona. Do të jesh i gatshëm të përgjigjesh atyre. Sepse dije për sa herë që ti kërkon diçka, sa herë që ti kërkon një ndihmë, sa herë që kërkon një nder, edhe ata nëna i ka bërë. Edhe ti duhet të dalësh zot. Edhe në qoftë se ti nuk i del dot sot, zot, duhet të dalësh mot. Diçka do e kenë ata. Në qoftë se nuk e kanë asnjë gjë, tregoja dashurinë në një lloj mënyre tjetër. Tregoja në përkushtim, tregoja në gjëse të vogla. Të duhem njerëzit. Independente dhe i pavarur, unë e kisha në kuptimin e përgjithshëm që larg qoftë nuk të funksionojnë lidhjet njerëzore, më flas, lidhjet shumë romantike. Po edhe ato, të paktën mos të përfundosh në gremin. Mos të përfundosh në gremin si peshku pa ujë. Të paktën të dish që, okay, çfarë lloj gjëje që të ndodhi, domethënë, unë për të dështuar nuk dështoj dot, se nuk jam aq i humbur, nuk jam humbameno. Ose vrisni mendje. Çdo gjë do jetë në rregull, vetëm injorojeni këto ignorante. Edhe ignorant që në vend që të gëzohen që po rritet një brez në Shqipëri, që ka dashur
dhe do akoma të bërë një lloj ndryshimi, edhe i vrasin ndjenjat. Mos i lejoni të vrasin idealet tuaja. Mos i lejoni të vrasin idealet tuaja sepse ata lloj persona që janë persona që vetë janë djegur. Dhe normalisht nuk i vjen mirë që dikush do të bëjë këtë gjë. Dhe normalisht do t'i nxjerrin anë negative atij personi. Këta lloj persona që janë persona helmues. Nëse ndjen që dikush është gjatë gjithë kohës duke të nxjerrë anë negative, dhe nuk po flasim për Barceleta, nuk po flasim në rrjet shoqëror ku ta trafim me njëri tjetrin, sepse ajo është tipike jugore në përgjithësi. Çka kuptimi ka si e shok nëse nuk tallesh me njëri tjetrin. Po them për rob që gjithmonë të kundërshtojnë parim, rob që të kundërshtojnë gjatë gjithë kohës sikur ti nuk po bën mjaftueshëm ose sikur po bën gabuar. Janë helmues, ata janë rob që mund të jenë të suksesshëm në karrierë, por që janë të dështuar për brenda, si specie. Dhe normalisht nuk e kanë atë pjekurinë e mjaftueshme që të rregullojnë veten e tyre, që të ngrejnë pozitën e tyre, por çfarë bëjnë është mundohen të ulin sa më shumë të tjerët, dhe kur ulen të tjerët i duket vetja më i lartë, domethënë. Në vend që të punojnë të ngrejnë veten mbi të tjerët, ulin të tjerët poshtë vetes. Ta është kanceri i shoqërisë. Aja, është gjëja e parë fare. Kjo janë këta lloj, sidomos çuna, sidomos meshkuj, ta janë meshkuj për shembull që janë meshkujt më të rrezikshëm. Mashkulli më i rrezikshëm, mashkulli i dobët. Mashkulli që nuk ka zemër 1. Mashkulli që nuk është i trajnuar 2. Mashkulli që nuk ka vetbesim 3. Mashkulli që nuk ka pasur dashuri të pastër. Ta gjithë janë meshkuj të dobët plak në karakter. Edhe mashkulli i dobët nuk janë fjalë të mia ato, që ta dini, thjesht janë njohuri që unë kam mbledhur edhe po interpretoj tani, mbase edhe jo sa për personazhe të ndryshme të famshëm. Dhe ta lloj meshkuj janë shumë të rrezikshëm. Se unë nuk kam parë ndonjë bob që e ka jetën në rregull, e kupton, familjen e ka perfekte, e ka dashur familja që edhe ka suportuar që ka qenë i vogël, e ka bërë shkollën me forcat e tij, edhe ka një super punë tash. Nuk kam parë ndonjë individ të tillë të vetë raj gruan. Nuk kam parë ndonjë individ të tillë të raj të dashur. E kupton? Nuk kam parë ndonjë tip të tillë të nisi shere kot. Se nuk i plas trafi këtyre personave plako. Këta persona që janë rritur në atë lloj mënyre që ja kanë dalë edhe me shpresën e asnjërit, por me të gjithë forcën e tyre, nuk i plas më trafi për këto lloj gjëra. Ata që janë të rrezikshëm janë meshkujt e dobët, meshkuj që nuk kanë asnjë ideal, që nuk kanë asnjë qëllim, që nuk kanë asnjë lloj gjëje. E sidomos meshkuj që nuk duan fëmijë. Është një nga shenjat më negative për mashkull. Meshkuj që nuk duan të kenë fëmijë, larg qoftë. Është ai lloj personi nuk ka asnjë lloj fokusi në jetë kundrejt vetes. Për vetes. Kështu që ti jesh i fort nuk është gjithmonë të jesh 4 metrë edhe 6 milion kile me muskull. As pak. Ti jesh i fort ndër të para që duhet të jetë bazamenti, sidomos për ne shqiptarët, se ne jemi edhe çik të kushtëzuar më përpara nga kjo lloj gjëje. Duhet jemi gjak ftohtë plak. Unë jam fajtor vetë për këtë. Unë jam rob shumë impulsiv. Njerëzit e keq që trepetojnë gjatë gjithë kohës, thonë që e bën me inat. Unë jam thjesht rob impulsiv sepse flas në mënyrë pasionante dhe jam shumë i ndjeshëm, sidomos në argumente, kur argumentat janë të padrejtë dhe kur argumentat bëhen të pistë. Normalisht bëhem pak inflamator, por nuk është asnjëherë me inat. Unë nuk kam bajë gjatësinë. Unë në të njëjtin sekond që mund të shpërthej, në sekondën tjetër mund të them plako shpërtheva, sorry. Nuk e kisha. E kam atë lloj pjekuri. Edhe unë jam fajtor për një lloj komunikimi të tillë, por duhet jemi më mirë. Më të qetë. Më të qetë se roba të shiko, një person që nuk të mban dot në argument, një person që nuk ta del dot me fjalë. Se nuk ta del dot me fjalë. Të futet të atakon personalisht. Në momentin që ata atakojnë personalisht, mbyllë aty muhabetin mbyllë aty sepse e di që e ke fituar, sepse në qoftë se ti do ta vazhdosh, ata do vazhdojnë akoma më shumë të ngacmojnë personalisht, derisa të kalojë një pikë që nuk do të mbajë me gjaku, dhe ti do shpërthesh, dhe kur të shpërthesh ti, siç kam shpërthyer unë më përpara, të gjithë ajo debati që u bën përpara, të gjithë ajo logjika edhe gjithë struktura e bukur që ti ke harxuar
7 vitet e fundit të jetës tënde duke lexuar edhe duke studiuar, shkatrohet e gjitha sepse dele të tilla do fokusohen vetëm te një fjalë e izoluar që ti do e thosh në gjaknxetësi e sipër. Sepse ai është qëllimi. Ta tipat janë ata personazhet e politikës keqe, kupton, që merren vetëm me fasadë, që merren vetëm me gjëra të vogla, vetëm për të prishur. Ata janë ata tipat që bëhen profesor që në vend që të korrigjojnë detyrën kërkojnë për gabime. Nëse ai lloj personi është dikush që ti e ke synim të të bëhesh një, ruaj Zoti, po që nuk ka për të sjell asnjë gjë pozitive dhe unë nuk ja I sugjeroj asnjëriu. Mos e çani trapin. Fokusoni te vetja. Fokusoni te vetja se do të kuptoni diçka, nëse ti fokusohesh në shoqëria ose nëse ti fokusohesh në të dashur. Për këtë dashurinë e mirë është gjëja më perfekte, duhet ta fokusosh sa më shumë kohë të kesh. Më ka thënë një shok shumë I mirë që e përshëndes sepse e di që do të dëgjoj këtë. Më ka thënë një shok I mirë edhe një vëlla më ka thënë. Plak, unë jam në punë thot. Më ka thënë. 5 ditë në javë jam në punë. Unë e dua çdo mbasdite ta kaloj me të dashur, me gruan e tij. Edhe mundësisht sa të mundem në fundjavë ta kaloj me gruan time. Sepse është personi që e dua më plak. Edhe unë nuk e kuptoj se edhe unë, po në përgjithësi shoqëria kishim arritur në atë pikë, domethënë që kishim nevojë të dëgjonim këtë gjë. Kjo gjë duhet jetë më së normale më plak. Të kalosh kohën sa më shumë të mundur me personat që do. Kjo do të jetë qëllimi. Për çdo lloj mashkulli do të jetë qëllimi që të arrish një lloj pavarësie, të kesh një punë, një status të mirë, të kesh një partner të mirë dhe ta duash në atë lloj mënyre sa të duash të kalosh çdo lloj kohe të lirë të mundshme me atë individ. Nuk po them mos shiko asok asnjë gjë. Nuk është ajo ideja, por ideja është që të krijosh. Kjo duhet të jetë qëllimi. Edhe jo me dikë tjetër. Edhe jo me dikë që vetëm ankoj, jo vetëm dikë që vetëm të mban brapa, kupton që ata gurët në lumë, që vetëm të ulin poshtë dhe jo të ngrehin lart. Është e vështirë sepse shiko çfarë është gjë. Ta rob, domethënë, si unë, si tjetri, nuk është se kanë qenë shumë cool në gjimnaz. Edhe është çike vështirë të ndryshoj të ndash këtë mendimin që cool nuk do të thënë vërtet rob I vlefshëm. E kupton? Shumica atyre e dim si përfundojnë. Është e vështirë të zgjedhësh persona që me të cilët ti do të ndash kohën tënde. Jashtëzakonisht shumë e vështirë është. Por është e bëshme. Sepse e kam bërë persona përpara, e kam bërë unë, e do vinë ta bëjnë persona të tjerë pas meje, edhe kështu me radhë. Të kemi parasysh që çdo gjë që është e vështirë shijon më shumë pasi ka mbaruar. Edhe mos hiqni dorë asnjëherë, si për fjalë të fundit. Mos hiqni dorë asnjëherë për ato të cilët ju I keni të shtrenjta, për ato të cilat ju I doni, qofshin persona ideale, hobi, qëllime apo ëndra. Unë ju dua shumë. Shpërndaj, like, comment, podcast ose mos bë asnjë gjë nga këto, çfarë do të trapi juve. Edhe miru dëgjoshim episodin tjetër.